Në një nga vendet më të qeta dhe të zhvilluara të Evropës, një dentiste nga Kosova po ndërton me sukses ëndrrën e saj profesionale. Pas përfundimit të studimeve në Prishtinë, ajo vendosi të nisej drejt Finlandës, një vend i njohur për sistemin e tij të përparuar shëndetësor dhe për standardet e larta të jetesës. Fillimet nuk ishin të lehta. Gjuha finlandeze, e njohur për kompleksitetin e saj, u bë pengesa e parë që duhej kapërcyer. Por me shumë përkushtim dhe vullnet, ajo arriti jo vetëm të mësoj gjuhën, por edhe të përshtatet shpejt me ambientin profesional dhe kulturor. Ju keni studiuar në Kosovë për stomatologji. Pse vendosët edhe çfarë ju shtye të vazhdonit edhe në Finland në profesionin e stomatologjisë? Profesionin e stomatologjisë e kom dash shumë herët, qysh e vogël. Bile një kohë kom mendua me shku mjekësi apo stomatologji, po në fund kom vendos me shku me stomatologji se mu ka duk që jo me mire dhe me dur edhe po mundësi me punu me sendet vogla edhe që kërkojnë një saktësi. Prandaj edhe kjo ka qenë arsyeja pse unë kom vendos mi kombinu atë dëshirën teme për me punu diçka artë me mjekësinë cilën unë gjithmonë e kom adhuru shumë. A ka pas sfida? Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që ju keni hasur në këtë profesion, si në fillimet tuaja në Kosovë, po edhe këtu në Finland? Gjithsesi, të diplomosh si stomatologe i ka sfidat e veta si në Kosovë ashtu edhe në Finland. Unë besoj që në Kosovë gjithsesi sfida ka qenë fakti që aty aspekti teorik është shumë i gjanë, edhe stomatologjia në Kosovë, të paktën në kohën kur unë studioja, ka qenë shumë e përkushtuar në atë që s'pari të mësojnë pjesën e mjekësisë dhe pastaj të kalojnë në pjesën stomatologjike. Nëse folim për sfidat të cilat unë i kam përjetu në Kosovë, është më shumë kjo që aspekti teorik ka qenë shumë i madh, edhe si të thuash na ka shty që të punojnë shumë a shumë në diçka të cilën tani si stomatologe jo shumë shpesh edhe kujtoj, për shembull sëmundjet e përgjithshme. Në aspektin e Finlandës, mund të them që e vetmja sfidë ka qenë gjuha në fillim, pasi që gjuha finlandeze njihet si një nga gjuhët e vështira, prandaj edhe mund të them që i vetmi aspekt i vështirë ka qenë procesi i gjuhës. Në anën tjetër, mua më duket që jam edhe në kohën kur unë u shpërngula në Finland, në atë kohë nuk ishte ende stomatolog të Kosovës ose të Shqipërisë. Pastaj e vazhdova procesin e nostrifikimit në Finland. Sa ka qenë gjatë ky proces? Sa ka gjatë? Dhe a ka qenë i vështirë? Procesi i nostrifikimit faktikisht nuk ka një kohë gjatësi sa zgjatë, varet shumë nga personi i cili i nënshtrohet këtij procesi. Në rastin tim, unë fillova procesin e nostrifikimit mas një viti që erdha në Finland, pra në vitin 2008. Përmes kësaj shkolle, për 8 muaj faktikisht kam arrit që ta kryej nostrifikimin dhe që nga viti 2010 punoj si stomatologe. Në Turku punova për 6 vite, në pjesën e endodoncisë. Endodoncia është pjesa e stomatologjisë që trajton rënjen e dhëmbit. Edhe prej aty mlindi edhe dëshira për me specializu si në trajtimin e rënjeve të dhëmbit. Tash punoj si specialiste për rënjen e dhëmbit. Si qëndroni me teknologjitë edhe trajtimet më të fundit dentare? Unë besoj që Finlanda është një prej vendeve ku çdo gjë e re që del në botë, mos pari këta e marrin. Kjo e spjegon edhe faktin që për shembull këtu stomatologjia qoftë në pjesën e shtetit ose në pjesën private nuk dallon nga njëra tjetra. I vetmi dallim që mund të them që ekziston midis është ajo që në pjesën e shtetit është shumë vështirë të depërtosh, pasi që numri i pacientëve është shumë i madh në krahasim me atë private. Mirë po, Finlanda përdor të gjitha teknologjitë më të mira
të mundshme. Si e menaxhoni kohën? Ju punoni në disa vende të ndryshme, gjithashtu merrni pjesë në seminare dhe organizime të ndryshme. A është e vështirë për me i përfshit gjitha këto? Plus që jeni edhe në anë dhe keni angazhime tjera. Unë shumë mundohem që kohën time ta priorizoj në atë mënyrë që mos pari fëmijët e mi dhe familja ime të ketë mundësi të jetë me mua sa më shumë. Punoj zakonisht, punoj 5 ditë në javë, mirë po punoj vetëm 6 orë, prej cilave 5 orë e gjysë janë punë me pacient, dërsa pjesën tjetër e kom të lirë. Marr pjesë edhe kohë pas kohe, mbaj edhe ligjërata për vendet pikërisht në këto shkolla plotësuese, të cilat më pari përmendem. Por e kam kuptuar që ato më marrin më shumë kohë. Pasi që është gjua huaj, mandej duhet një përgatitje paraprake, shumë ma e denjë në mënyrë që të mund të prezentohesh me një ligjërat të mirë dhe të faktikisht ti plotësosh ato të cilët ata që marrin pjesë i kërkojnë. Mirë po, unë besoj që ku kemi sa të mund të priorizojmë, me kënd dëshirojmë të kalojmë atë kohë, si dhe të jemi sa më shumë afër familjes. Si e menaxhoni ankthjen ose frikën e pacientave gjatë trajnimit që bëni? Unë besoj që mënyra më e mirë që një pacient i cili ka frikë nga stomatologu është që të mënyra se si i qasesh. Pacientët shumë më duket që më shumë ti i qetëson ajo kur ajo sheh që stomatologu është shumë i qetë. Edhe është i sigurt në ato që bën, edhe e merr me shumë qetësi krejt punën. Unë nuk mund të them që sado e mirë të jesh në një profesion, edhe neve na lindin probleme, na lindin komplikime, por mënyra si ne reagojmë në rastin kur ato probleme shfaqen, atëherë unë besoj që i ndihmon shumë pacientit edhe mi përballu edhe atë frikën e cila i paraqitet, pasi që në shumicën e rasteve frika zakonisht shfaqet në seancën e parë, kur pacienti nuk njeh ende, ndërsa pastaj kur pacienti të njeh, seancat tjera atëherë janë shumë më të lehta. Unë besoj që qetësia është një kriter i cili shumë ju ndihmon pacientëve. Ajo që të fitohet një bashkëpunim midis mjekut dhe pacientit. Çfarë ndjesi ju jep ju shërbimi i shumë nacionaliteteve që keni këtu çdo ditë në vizitat e çdoditshme? Mund të them drejtën që shumica e pacientëve të cilët vinë për trajtim tonë janë pacientë të cilët mjek tjerë i dërgojnë tek unë. Pasi që unë në 99% të rasteve punoj vetëm me trajtimin endodontik të thëmbëve, pra me shërimin e kanalit rënjes. Numri më i madh i pacientëve është finlandez gjithsesi, ndërsa dhe mund të them që puna me ta është shumë e lehtë. Një prej arsyeve pse puna me finlandez është shumë e lehtë është pikërisht qetësia që ata e kanë. Përveç kësaj, ata finlandez i karakterizon edhe një diçka tjetër. Ajo tjetra është ajo që ata besojnë në mjekun, kur mjeku e ka marrë diplomën në Finland. Edhe asnjëherë nuk e diskutojnë atë që nëse unë ke ardhur për trajtim endodontik, unë do të të dërgoj, nëse vjen dete implante, unë do të të dërgoj të një mjek tjetër. Pra këto pacient janë shumë të lehtë në aspektin që shumë të menaxhueshëm e në ato që i besojnë mjekut, edhe janë shumë të gatshëm më shku aty ku mjeku jo preferon. Shumica pacientë, kam edhe pacient tjerë cilët vinë nga nacionalitetet tjera, mos shumica janë finlandez. Çka na thu për shqiptarët? A ka pacienta shqiptarë që vizitojnë klinikën ku ju punoni?
Ka edhe pacient shqiptar, unë kam pacient mrekullueshëm shqiptar të cilët mund vizitojnë edhe i falenderoj jashtëzakonisht shumë. Mirë po, një prej arsyeve pse këtu ka edhe shumë mundësi, ka edhe shumë zgjidhje. Ne kemi edhe mjek tjerë stomatolog të cilët punojnë në Finland. Pasi që drejtimi jam është i koncentruar vetëm te shërimi i rënjes dhëmbëve, shumica pacientëve të cilët unë i marr janë ata që vijnë me të cilët stomatolog tjerë i dërgojnë. Prandaj edhe numri i tyre jo domosdoshmërisht është shumë i lartë. Mirë po një bashkëpunim ekziston, sidomos pacientët shqiptar thrasin kur kam dhimbje. Për këshilla. Kur kam dhimbje, ndoshta jo vetëm për këshilla, po për atë mundësinë e organizimit të një kohe më të shpejt, nëse veç është e mundshme me shku te stomatologu që me kërku ndihmë për çat problem që e kanë. Ardita, a ka pas dhe a mendoni se do të ketë bashkëpunime mes institucioneve finlandeze edhe kosovare në shkëmbimin e përvojave, apo jo personalisht? Një bashkëpunim i tillë nuk ka ekzistuar ende, të paktën ende. Unë me kënaqësinë më të madhe do të merrja pjesë në gjithçka që organizohet, edhe do të mundohesha që pak këtë përvojën time këtu, vetëm ta shpërndaj me komunitetin shqiptar atje në Kosovë. Shpresoj që në të ardhmen. Ardita, falenderojmë për kohën. Faleminderit shumë. Sot ajo është një dentiste e respektuar në mes në kolegëve dhe pacientëve finlandez. Puna e saj e palodhur, përkushtimi ndaj profesionit dhe vullneti për të përfaqësuar Kosovën me dinitet në një vend të huaj, janë shembull frymëzimi për të gjithë të rinjët shqiptar që ëndrojnë të arrijnë suksese ndërkombëtare.